Deputeti i Partisë Demokratike Bledion Nallbati është paraqitur në ambientet e SPAK mëngjesin e kësaj të hëne. Mësohet se Nallbati është thirrur për t'u pyetur në lidhje me konfliktin e ndodhur gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 majit me shoferin e një kamioni në Bilish, sherr i cili përshkallëzoi në goditje me grushte. Pas daljes nga prokuroria e posaçme u shpreh se është thirrur si person në dieni, ndërsa ai konsideroi sherrin të stisur nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, Niko Peleshi. E para njerë janë Bledioni jo Belinda. Belinda do vimi si janë kushtet, që t'jemi sigur që Belinda do jetë e qetë dhe do deklaroj para kolegëve të Erionit për të sqaruar çështjet e shumta që ajo ka. Përsa i përket çështjes time, isha për të sqaruar situatën e këtij konfliktit banal dhe të stisur nga Niko dhe çerrat e vet në fushat me cënimin e imazhit tim edhe cënimin e procesit zgjedhor. Sherri midis deputetit Bledion Nallbati, vëllait të tij dhe shoferit të kamionit ndodhi në 3 maj, pak ditë përpara zgjedhjeve. Për këtë ngjarje u vendos në pranga vëllai i deputetit, ndaj të cilit më vonë gjykata caktoi masën detyrim paraqitje.